Mjekë pa ilaçe, janë abuzime që çojnë pronar pa prona, janë abuzime që çojnë Kemi një mal që na ka zënë frymën. Një mal sa herë qytetarët dorëzohen. Një mal që rëndohet sa herë intelektualët heshtin. Jo se Shqipëria është e varfër, por sepse është e vjetër dhe vite shtotir. Zhurmiq, zhvillimet e ditëve, pushkatimet, kampet e përqendrimit. Ndoshta jemi mbledhur vendon me Shqipërinë. Nëse shepin e kaluar Thank you.